Jemi sot në Vorë për të dëgjuar nga afër shqetësimin e një të riu. Është Emanueli, i cili do të ndaj këtë shqetësimet vërtet shumë madhor me emisionin Stop dhe e dëgjojmë një herë. Jam Emanuel Kola, jetoj në Vorë, jam me origjinë nga Borrelli. Kam një problem me Julian Gjokën, më ka marrë disa lekë për një proces pune tenda rrugë. Kush është ky person që e përmendët? Julian Gjoka. Dhe më tha të përndojmë një punë të dytë nga puna, me vazhdu, tha se ke mundësi se isha me qira, dhe tha ke mundësi me blena i shtëpia në e gjë. U futa me këtë. Çfarë të premtoj? Çfarë punë të premtoj Juliani? Juliani premtoi një rrugë kështu në Astir, projekt për me ba autostrada, kështu në asfalte, dhe ke për shku me filmu, për me jaqu ati të madhi. Me ka thonë disa herë dhe shkën bëjmë kontrata, nuk ka bën asnjë kontratë, asnjë gjë. Vetëm ka mor lekët. Momenti i parë si ka mor lekët kanë qenë 2 milion lekë shqiptare, polet. Ti ke për me kontratë, unë kam pari kontratë që ma ka vendosur në dispozicion në formë huaja, apo jo te noteri. Po. Që ai të ka marrë ty 2 miliona. Po, 2 milion me kontratë. Pastaj në besim e sipër gërkote ka 500, ka 800. Ja jepsha se kisha mundësinë unë si dësha të blej një shtëpi jashtë zyrës notariale. Pra ti këto të tjerat ja ke dhënë në dorë apo? Po, në dorë. Në shoqërore. Dhe sa i ke dhënë ti në total Juliani? Juliani në total i kam dhënë 16 milion lekë. 16 milion lekë me premtimin se ai do të mundsonte punësimin sezonal në një firmë ndërtimi të rrugëve, po them, ja? Kum shkuaj kum pa kështu në foto s'm ka thënë hala me bën kështu fare. Nuk e punuar asnjë ditë vetë. Jo, fare. Ti kontaktuani përgjegjës aty ndonjë të njohur të firmës? Fare, vetëm një numër, një gocë me ka marrë në telefon, me ka thënë shko, se kanë të dalë lekët sot në bankë. Kush ishte kjo vajza sipas teje? Kjo vajza tha unë jam e bankëve dhe nuk më përmeni kështu. Me morin telefon tha sot kanë të dalë lekët tha. Po mi nda për gjysmë atë personin, ishin diku ke 50 milion lekë, si kishin për dalë aty. Mi nda me Julin. Komunikimet midis dy shokëve kanë qenë të shumta dhe me mesazhe. Do t'i hedhim një sy këtyre mesazheve dhe të kuptojmë pak natyrën e komunikimit nga ana e Julianit. Rritem me fol me mesazhe, e merrsha në telefon ta du me fol, do mu bëj një bavallaqim. Thotë jo kam një punë, jo mos ta dim të shtëpi se më mor kjo punë. Tha shku, do marrë, jo këta ditë, jo i kanë proceset e letra nene për të bën. Vazhdo të gjithmonë të ma zgjatë si konë. Ndodhet tani ky person? Tani ka një muaj gjysmë nuk jam morë vesh me ta, po momenti kur më tha jam të hik një të li dikosisht, ta kështu nëse du me bëna dhe vizita për vete time. Në fakt, Julian Gjoka nuk është një person i panjohur për mashtrim. Pak vite më parë ai kreu veprat penale të mashtrimit dhe të ndikimit palishëm ndaj zyrtarëve. Pasi mashtroi të riu nga Vora, ai përdori kontakte të ndryshme telefonit duke u hequr si sëmurënd, por se premtimi për punësim do të realizohej. Çfarëdo që të mendosh për mua nuk të lë në palët, i thot Juliani Emanuelit, duke e konsideruar këtë të fundit vëlla. Apo fjala vëlla që më ke thënë ka qenë kot, ka shtuar i riu mashtrues. Basi ka gënjur hapur se ndodhej në spital, Emanuelit i shkroi një numër tjetër, duke gënjur se Juliani e ka të pamundur të flasë, pasi ndodhej në gjendje të rënduar në spital, e megjithatë Emanueli nuk duhej të shqetësohej fare. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë Julin ashtu, mezi fliste. Ka vazhduar numri tjetër i kontaktit, që me shumë mundësi është përdorur nga i njëjti person. Pas këtyre mesazheve, Juliani u zhduk. E ke denoncuar ti në polici? Po, në polici e kom denoncu, ku në Vorë shkova për në denoncim, tha këtu nuk mund dhe me ata panu. Shkur të krimi ekonomik në Tiranë, e ke denoncuar? Po. Sa ko po bën? Ba 11 ditë, 12 ditë. Kemi provuar të lidhemi nëpërmjet numrit që na ka vënë në dispozicion denoncuesin Emanuelin, një numër që i përket sipas tij Julianit, shokut vet atij, të cilit ai besoi verbërisht, por që në fund fare e mashtroi. Zoti Alfred, jemi pranë banesës ku jeton Juliani. Në fakt nuk e dim se ku ndodhet, është brenda vendit apo jashtë, këtu jeton familja vet, siç na ka thënë edhe Emanueli. Ke kontaktuar me të atin e tij apo jo, Emanuel? Po, e kam lëmëruar ti atin. Më ka thënë nuk e di, ka një thotë jam ashtë të nda,
Unë këtu e kom pas shpesh herë tuar. Nuk mban përgjegjësi, në fakt ai nuk është se ka përgjegjësi për këtë gjë apo jo. Nuk ma përgjegjësi. Thjesht edhe synimi ynë sot është që ne të paktën t'i japim mesazhin të Atit për t'i treguar të birit që shiko se ke bërë diçka që nuk duhet bërë dhe që dënohet me ligj, t'ja komunikoj mesazhin me shpresën që të ketë një reagim nga ana tjetër. Kemi kamerat e sigurisë që monitorojnë ambientin e shtëpisë me sa duket dhe ndoshta janë dhe me zë dhe na dëgjojnë. Është një mesazh i nderuar prindi Juliani, por edhe ti Julian, nëse na dëgjon nëpërmjet këtij filmimi nëpërmjet kësaj kamere, duhet të kthesh parat. Ky është shoku yt dhe pret parat. Madje i të quan vlla. Shiko sa të ka besuar ai, ka qenë një besim i verbër, por ti e ke mashtruar, hapur atë. Kthej parat Julian. Është jashtë Shqipërisë. As nuk s'kam komunikim me te. Unë të Jatit e Manuelit i kam thonë, legët nuk t'i hakush. Nëse do komunikoj me te, do t'i themi. Se di, me ndoshta me llafet e Jatit, ndoshta i folin njerëz të vet, ndoshta mlidhen gjithë dhe i japin. Nuk i mohon kush lekët, tha zoti Alfred. Jo, kështu ai më ka thënë mua, Juli, di i kam, do t'i morim, po shkon gati një vit e gjys. Më bëri përshtypje se edhe emrin ja kishe vendosur brother, domethënë. Vlla, e quan vlla ti. Vazhdon të qesh vlla akoma? Tani kohët e funit. Tani nuk është vlla, për është armiku. Po. Kështu i bie. Po.